Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm, qyteti ynë i mrekullueshëm. Ka në gjirin e vet njerëz profesionistë të cilët i kanë dedikuar jetën e tyre të gjithë komunitetit. Ka profesione të cilët kanë ndikim të madh, por ka dhe profesione fisnike të cilat kanë si esencë veritas, të vërtetën. Dhe cili është i ftuar i sot është Artur Korriku. Zoti Korriku, faleminderit që jeni në flasim hapur në Durrës Lajm. Jeni një gazetar, përpara se ta nisi ju, më duhet të them dy fjalë. Jeni një gazetar i cili keni rendur dhe nuk keni rreshtur kur për të kërkuar të vërtetën, për ta pasqyruar atë dhe për ta ndarë me të gjithë komunitetin. Ju komplimentoj për gjitha vitet e jetës suaj që keni dedikuar këtij profesioni fisnik, sepse fundja veritas vos liberatim. E vërteta do na shiroj. Faleminderit që jeni në flasim hapur. Unë falenderoj juve, në cilësinë e gazetarit sot por pedagog i hershëm në universitetet shqiptare për ftesën. Falenderoj Durrës Lajm, i cili është një portal, po që ka marrë tiparet e një media që bën dhe televizionin dhe gazetarin, gazetën e shkruar, dhe që e konsideroj ke media serioze në Shqipëri, dhe është këtë paktët portale që unë e kam në telefonin tim për të lexuar lajmet që dhe gjithçka që ajo emeton në qytetin e Durrësit, si për të informuar me lajmet, me të reja të ditës, por edhe me vlerat të cilat dhe juve bëni pjesë për t'i promovuar në këtë ekran që është i vogël në duke, por që bart vlera të mëdha. Zoti Korriku, faleminderit shumë për gjitha këto fjalë dhe vlerësimet. Keni pothuajse një jetë në gazetari. Ju njeh Durrësi, ju kanë ndjekur vazhdimisht, sidomos në ato momentet më decisive, sepse kanë qenë 30 vitet e fundit kanë qenë plot lajme, plot gjëra të cilat nuk kanë qenë edhe aq të qarta për publikun, por ju jeni munduar dhe keni kryer me sukses punën tuaj për t'ia pasqyruar atë të vërtetë, atë realitet komunitetit. Cila është piknisja, si nisët? Është ashtu si thoni juve, ka qenë një periudhë me të vërtetë intensive, sidomos mesi i viteve 90, kur unë fillova punë, i thon 30 vjet bëj për punë 2-3 muajsh në këtë profesion, dhe kanë qenë momente të vështirë dhe kur e kthej kokën mbrapa them, ore, ne kemi bërë këtë punë. Habitem edhe vetë nga situata që kemi kalu, duke filluar nga 1996 me zgjedhjet e majit që patën ato problematikat e veta e tjera dhe që neve patëm dhe në privacionet tona, sepse edhe pushteti ishte i ri, demokracia ishte e re, nuk ishte pjekuri, sepse sot i thuash aty në politikanëve që bën ato gjeste, nuk i bëjnë kurrë, nuk i merr njëri përsipër t'i bëj, por atëherë demokracia e re kishte 4-5 vjet që ishte instaluar në Shqipëri, ndryshimi i sistemet dhe shumë gjëra nuk u bën ashtu si duhet, u bën keq me fjalë, kështu që edhe ne patëm privacionet tona në momentet kur ne donin të pasqyronim atë që ndodhte. Dhe kemi pas privacione, pa dashme i ra gjokset me grusht, kuptohet, kemi pas kontakte dhe na kanë çuar në polici, etj. Por fillimi ka qenë viti 95, me sa kujtoj 96, kur unë krejtësisht ndryshova karrierën time. Nga ushtarak që isha, me gradën major në lirim, ju ktheva gazetarisë, cilën e kisha hobi faktikisht, jo se s'kisha shkruajt, kisha shkruajt ke shtypi lokal, kisha shkruajt ke shtypi i shkollës që unë bërë atje, pra nuk ishte gjë e re, por rrethanet e kurion të tilla që unë të zanat gjeta me fjalë si më të përshtatshëm për të ndërtuar jetën time të re mas vitit 90, sepse na hoqe nga puna. Na liru nga detyra dhe ju kthyem kësaj gazete. Pata fatin që punova një gazetë shumë profesioniste, siç ishte Gazeta Shqiptare, aty ka qenë fillimi im me drejtues të huaj, cilët emetuan në Shqipëri gazetarin e re, gazetarin modern, jo gazetarin shablon, me ato shkrimet e gjata, por gazetarin
siç i ka perëndime me zhvillë. Se nuk ishim as model. S'kishim, edhe ky ishte modeli. Pra, model jo vetëm në përmbajtje, por edhe në formë. Pra mënyra se si faqose gazeta. Pra, ishte shkollë e re kjo, që erdhën e pron italianët në Shqipëri dhe që për një herë u mor nga mediat e tjera që filluan shtohen njëra pas tjetrës. Por fillim kur kanë filluar ka qenë 2-3 media, ka qenë Koha Jon, Gazeta Shqiptare, nuk kujtohet në gazetë tjetër kush ka qenë atëherë, kaq ishin. Dhe pastaj, mas 96-s, ato u shumon shumë, 97-s. Duke zëri populli i Rinia Demokratike. Nuk po i konsideroj këto dy politikë, po konsideroj këto gazeta të tjera ishin ato, po gazeta më fjalë që pasyore që hyn si model i ri, jo jashtë gazetave politike, ishin këto. Dhe është bërë gazetaria mirë atëherë dhe unë habitem edhe vetë si është bërë gazetari. Sepse mund të flasim edhe pak më vonë, sot gazetaria ka tjera halle tjera problematike, por atëherë është bërë gazetari. Të rinj sot realisht nuk e kanë idenë. Nuk shkojnë më në shkollë gazetaria. Pra nuk e kanë idenë, gjenerata sotme nuk e ka idenë çfarë ne kemi përjetuar para viteve 90 dhe tranzicionin e viteve 90 që realisht meriton ne të tëra për t'u treguar se ka i shumë. E mban mend saktësisht shkrimin e parë, reportazhin e parë. Po, jo, ishte shkrimi i parë. Shkrimi i parë ka qenë nga Kronika Zezë. U vendos lëndë plase i përket marsit vitit 1996. Shkrimi i parë që çodhon me telefon, raportova me telefon, ishte një sasi lëndë plase që nuk e di çfarë ishte, dinamit a tritola ashtu, i vendosën në disa kazana pleash mes Durrësit. Edhe plasi shpërtheu, krijoi shqetësi, akoma s'kishte filluar 96-ta, ishin akoma në kushte qetësie. Pavarësisht se kishin filluar me lulëzu firmat piramidale, por Durrësi ishte akoma i qetë si gjithë Shqipëria, sepse ishte fillimi dhe disa po i shijoshin ato tërheqjen e lekëve dhe nuk kishte. Por kjo u vendos dhe na u servir që simas dhe unë alun disa çuna që si mas këtyre i përkisin freshit rini socialiste të asaj koha, por që u lirun që të gjithë, sepse nuk e vërtetuan dot që ishin këto autorët dhe kështu ngeli pa autor. Ky ka qenë raportimi i parë. Pastaj raportazhi i madh i imi që kam bërë unë 2 flet gazete, ka qenë një për plazhin e Durrësit, por me të reja që po hyshin plazhin e Durrësit. Për shembull kush ishte? Filluan me dal në plazhet të futura topless. Ky për ne ishte Cili vit topless? Po, dolën 96 në verë. Dolën dhe i fotografova dhe ja çova gazetë dhe u bë 1-2 faqesh. Dhe pati një shitje rekord sepse ishte një tabu që shkele në plazhet shqiptare se si mund dalin. Kishte pas një tentativë më përpara ke Hotel Adriatiku të disa turista në vitet 80, por që i përfshirën prej ato njerëzit e sigurimit që merreshin aty, i futën mrena dhe thanë mos ju shohim më rrezik, i kthyen brapsh, dhe kishin ardhur me fjalë sepse ishte sakrilegj. Dhe këtu i kapëm neve, edhe kishin shkuar ke plazh diku kneka Porto Romani ato, se kush i kishte çu, ato ishin 5-6 femra. Edhe mund thanë që kështu i ke aty, dhe unë i fotografova. Patë dhe tentativë të dytë në Durrës, këto i përmlodhon, plus pastaj gjithë këto të mira që kishe Durrësi ishin, Durrësi i kishte këto, jo Kalan, jo këto mozaikët e famshëm të arabëve, dhe gjithë këto unë i promovova dhe i herë, sepse me thënë drejtë dhe shqiptarët nuk i njihshin që janë këto, i dishin Durrësagët, por nuk i dihet Shqipëria se çka ka Durrësi. Dhe gjithë këto i futon, kjo ka qenë reportazh që u mirëprit. Pastaj janë shumë tjerë, por këto dy më mend si fillesa. Lajmin e parë dhe reportazhin e parë të madh. Territori me shkrim dhe këto kanë qenë të parat. Pastaj një lajm që bëri skup në Thojza ishte gjetja e një statuete në plazh. E gjeti një që po peshkonte, ishte i fut ke i qyp. Ishte i statuet Floriri. Dhe këto e prunë ke Bashim Hoxha me Gzivin, padë një studio kështu ato aty. Dhe prunë televizion. Jo, si shë bo akoma të voda. Ja, jemi fillim, jemi gjithë një 96-ta. Fillimet e mija, këto kanë qenë me fjalë. Ajo ishte një kryevepër, e panë, erdhën arkeologët, e zbërthyn që ishte, dhe e botovan gazetën këta me fjalë që ja që dolin nga kjo statueta, edhe më thanë që ky pronare shiti një italian për 20 milion lireta, 15-20, ishte Flori komplet. Dhe këto i hidhshin në Currila, dhe si mas atyre këto hidheshin në kohën e Iliris, ose në kohën e paganëve, për të ndjellë pjellorin të gradë
e qytetit, kjo. Rituale pagane. Kjo aty ne dedikohet. Paktën kështu thanë arkeologët sepse e njihshin mirë. Ritual Se pagane. ajo pikërisht me fjalë ajo ishte e rujtur në mënyrë perfekte. Flori, perfekte. Ngjë më të bukur s'kishte edhe po të hapësh edhe gazetën me fjalë që ka marrë dhe ka pasqyruar dhe revista Durrësi mas meje, që bota Hasan Ulqini me shok në ato vite, e ka të filmuar është në bibliotekën e Durrësit, sa e bukur është ajo. Po përfundoi se shumë gjëra tjera të mira, përfunduan. Ato vite kanë qenë të rëmujshme, ka pas shumë këto tregtinë me gjëra që quhet simoni. Dhe simoniesh lulzojnë ato periudhë. I hyn këto që kishin maska, skafandra, gjëra, bregut, detet, eksploruan çfarë s'kan gjetë aty me fjalë, çfarë s'kan gjetë, koka, mermeri, e vlera tjera të këtyre filozofëve, njerëzve të shquar të asaj kohe, me tendenca romake, greke, siç kemi pas ne ato përfunduan gjitha jashtë shtetit. Me fjalë. Më pastaj shumë më vonë u vendos një lloj rregulli, por shumë gjëra kanë përfunduar ne kap, gjej, çane edhe këto koleksionuesit që ishin ne u kënaqen duke marrë gjëra shumë të çmueshme. Çmuara dhe lirë. Edhe lirë sepse nuk e kishin idenë. Për shembull, 20 milion lireta dukesh atëherë një pasuri e madhe, sepse shqiptarët vishin nga një sistem që ishte një për ato koleksionistët thoshin po bën qef me. Tash po di kishin shqiptarët ato. Ishte tjetër mohabet pastaj se sa do dushit. Po, as nuk bëhet fjalë, po ato i kanë pa me sytë e mica gjë dhe i kanë botuar për në shtypjen e asaj kohe, shiç apo hikën e shtetit. Sa tragjike, ëh. Da, shumë çfarë bash. Janë momente të vështira që i kaloi. Shqipëria domethënë, jo vetëm konfliktet që ndodhin atë kohë djegje e çfarë thamë patë dhe nga këto gjëra domethënë që kaloshin si sekondare, nuk vlerësohen shumë në raport me ato që ndodhin mes njerëzve njëri tjetrin, me prona, me dregje, me kronika Zeska që janë shumë e pasur, në atë kohë kumplimin e keq fjalës, sepse gazetari lajmi keq është lajmi mirë, po të flasim si njerëz, ka pasur ndarkesë që zakonisht. Pra jeni gazetarët shumë pak veta e kuptojnë që ju keni atë dilemën e brendshme që ndërkohë që jeni njerëz dhe ndjeni keqardhje për çfarë po ndodh, po ndërkohë jeni detyruar nga profesioni për të qenë përfshirë për t'ia transmetuar edhe tjerëve për t'ia bërë dije. Kam bëj mi punë. Them që diçka kam vënë dhe unë ke tullat e murit të Durrësit tonë me fjalë. Sepse aty është një koleksion i gazetës që unë kam firmën time me qindra mira, po themi, shkrime, kam pas një gazetë, një faqe gazete çdo ditë për 11-12 vjet rresht të gazetës shqiptare që kisha për Durrësin. Pra aty ishte Durrësi. Pavarësisht se shumë shkrime më mëshme kaloshin faqe të parë, faqe 2 si mas rëndësisë, po aty ka histori pronash, ka histori konfliktesh, ka histori gjyqësori, pra gjyqet mëdha që janë bërë këtu, etj, pra që përmban një gazetë e përgjithshme, janë aty. Pra dikush mund të ketë nevojë nesër që të referohet një ngjarje që don ta shohë, ose i shërben atij për dokumentim për hallet e veta, ose për kulturën e vet, ose për të shkruar diçka. Se aty mbrenda do gjej një histori të madhe, një historinë e flotës detare e kam përfshi aty. Historinë e kantierit detar, pra që kanë qenë gjëra të rëndësishme në qytetin tonë, e kam përfshirë aty. Historinë e turizmit shqiptar e kam përfshirë aty. Me të gjitha sa ka qenë, si kanë qenë, me kilometra, ngjarjet që kanë ndodhur në lidhje me këto. Pra janë shumë aspekte të tjera, darën e pronave që u bë atëherë me short, u ndan shumë prona. Jo ke gjiu lë, po bë short, ke gjiu lalset për kompensim. Pra ishin pronë publike dhe u dha për kompensim ish pronarëve. Që unë quaj pronar, nuk e quaj pronar, derisa ashtu po. Pra të gjitha janë të pasqyruar aty mbledhjet e parë të Këshillit Bashkiak, buxhetet, si u hodhen lekët e parë të Durrësit ka qenë të merr në infrastrukturë, në rrugë, në telefoni, e ku të gjitha të janë, ku u hapën, si u hapën, gjetjen e objekteve arkeologjike që u bën kur u hapën italianët, rrugët që u zgjeru telefonia e Durrësit, që telefoni mobile, me fjalë telefoni me alo, me telefon stativ, jo me s'kishte dalë akoma, celulare dhe të gjithë këto u bën që shtu numra, se ca numra kishte Durrësi shumë pak, numra kishte drejtorët, personat që njiheshin, edhe pjesa tjetër s'kishte, kështu që u bë dhe pra të gjitha këto ndërhyrjet në këto rrjete të gjitha janë të pasqyruara
në media. Pra kemi bëjë punë, thënë që kemi bërë një punë të mirë dhe që sot është orientuar në komplet ndryshe nga ajo që kemi përpjekur dhe kemi bërë në vite. Unë ndaj, domethënë nga 90 fillimi 90-s deri në 2012, 2013, 2014, kur hyn lojë rrjetet sociale, pastaj është një seri tjetër. Është një seri tjetër. Në të gjithë këtë epope të Durrësit tonë dhe të popullit shqiptar, një rrëmuj hane për hir të vërtetës në të gjitha aspektet. Po ka dhe presioni politik, ka presioni drejtësisë, çështjeve të pronave, vllavrasja, në kuptimin edhe literal, po edhe simbolik. Jam i sigurt keni patur momente shumë vështira. Kush ka qenë? Pa diskutim. Ai moment. Shiko, unë do të themi gjë shumë interesante që neve nuk kemi pas presion nga këto që i kanë qujtë fort në Durrës. Është e çuditshme. Kur janë sjellë shumë mirë me ne, shumë normal. Unë për veten time ajo që kam pas qenë kronist numër 1 në Durrës, pa dëshme i bëj lozhe vetes, sepse ishte të shqetësoheshin për shembull të tjerë që ty s'shkon mendja, për shembull, kam pasi telefonata anonime. 2 mjesë me kërcënime, ka qenë kohë fushate. Me fjalë. Ishte ra telefoni shtëpisë, ti ke filani, po i thash, urdhë që ke nevojë, ke kujdes me ato që shkruha. Me fjalë, më thënë drejtë fillimisht u befasova, edhe u trema, thash, që shkyqim merë në këtë orë. Pastaj u takova me shokët e mi, mrena dhe jashtë gazetarisë, dhe më thanë mos u mërzit, më nejtëm afër. 2-3 ditë u shoqërova me njerëz që shkoshin në shtëpi, me nova kështu. Pastaj fillova të bëj analizë, që ishte kjo. Mos ndoshta është presion nga shtabe elektorale, me fjalë që mi ka djeg në gjë, edhe më përbeson që unë mos shkruaj. Pastaj kështu konflikte në rrugë që kanë dalë përpara pse e ke shkruajtë ashtu janë të pa numërt, apo ky profesion e ka atë, ai që hyn ta bëj këtë punë, patjetër që do përplaset me tilla gjëra. Por po të them seriozisht nga këto që në Durrës i konsiderohen thojza të rrezikshme, ne nuk kemi pas asnjë gazetar në Durrës. Absolutisht jo. Na kanë marrë me shumë mirësjellje, na kanë thënë kur nuk e ka pëlqyer në gjë të tjera ose që kanë kontestuar, po me shumë njerëzillik. Kurse të tjerë që ishin të panjohur, poshtë tyre e ngrenë zërin e bënë presion edhe kështu vazhdon edhe sot. Edhe sot kështu vazhdon. Kemi pas unë të kuptoj shumë mirë. Edhe sot kemi pas të tillë, për shembull, tash i vëllon për ngjarje. Telefon pse e ke shkruajtë, pse e ke thonë kështu, pse e ke thonë ashtu, etj, pra i kanë këto, patjetër që po. Jo do përfundojmë kështu, do bëjmë ashtu, po unë shumë gjëra i kam shumëzuar me zero dhe kalojnë 3-4 ditë dhe harrohen ato. Me fjalë, po këto, në këto momente të kyçe që kanë qenë këto në Kapërcyll, neve kemi kaluar, më thonë, i kemi kaluar situatë. Kuptohet që ngarkesa e shkrimeve, se këtu janë bë ngjarje, ka pas ngjarje shumë të rënda, të dhimbshme, gjithë janë pasqyruar. Nuk ka gazeta fare, mëkate që këtë e ke censuruar, ato janë dhënë gjitha. Janë shkruajt gjithë, janë shkruajt me. Nuk ka gjë që s'është shkruajt. Nga ngjarjet madhore, të kronikës, sociale, ekonomike, politike, etj. Tash ka në gjë që s'ta rrok mendja se përbën lajm. Normal që edhe mund të jetë anashkalu, se jo çdo gjë ka sy ciklopik që shef gjithçka. Por në përgjithësi të gjitha këto, pra, investimet e rëndësishme, ndërhyrjet, debatet, për zhvillimin e qytetit, për ngadalësimin e projekteve, për hallet dhe qytetit, gjithë janë shkruajtur. Për rrugët e prishme, për mungesën e ujit, ato oraret e ujit që herë respektoheshin, se ne kemi ujin me pikatore, dhe vazhdojnë fatkeqësisht ta kemi. Gjithë janë shkruajtur. Ai që don, që se ka sa dush, ti pa kritizeresh që nuk i bëhet mirë asnjë gjë me fjalë që le të shkoj, të hapi gazetat, jo vetëm aty ku kam punuar, po dhe tjera, se kam punuar tjera. Me ka dhe gazetarë tjerë shumë mirë që kam punuar në Durrës, kam pasqyruar Durrës. Aty i kanë gjitha shkruajtur. Që të gjitha janë aty. Nuk është lënë gjë misterioze, e panzjerme dhe e pahedhur në tregun mediatik. Dhe te kjo çështja e kërcënimeve apo prekjet së interesave është më së e kuptueshme
por shumë visnike, që e vërteta si shpat me 2 tehe. Pra ndërkohë që njëri teh pa anohet për nga padrejtësia dhe për të bërë dallimi nga drejtësia, normalisht ka edhe element të cilët arrin deri këtu me kërcënime. Dhe një nga arsyet pse ju, brezi juaj të paktën zoti Koriku, meriton shumë më shumë respekt se sa brezi i ri gazetarëve, pa diskriminuar askënd, është sepse keni kaluar një periudhë të tillë që realisht ishte shumë e vështirë për ju. Por këto ishin të vështira tua. Edhe ju e përmendët edhe shkrimet e para që kanë patur impakt. Në veçantia, ka diçka për cilën ju e keni shumë për zemër, një lloj përmbushje profesionale që pasi keni raportuar apo shkruar, ka qenë një përmbushje, e keni akoma ju bushjesh shpirti? Për ta thënë, nuk kam qejf që, me thënë drejtën, kam pas mendjen time, qejf që të bëhen një 2-3 projekte në Durrës që shtyen dhe kisha qejf që t'i kisha raportuar vetë. Për shembull unazën e Surrilave që lidhet me spitalën. Do kisha shumë qejf të marrode, kur unë akoma jam në gjendje pune dhe në gjendje të mirë shëndetësore që ta shijoj. Është një rrugë që do ta çliroj qytetin e Durrësit nga ky makth që ka, sepse do hysh këtu dhe do dalësh anet dhe lidhesh me qytetin, me rrugën, me autostradën që ikën në Tiranë etj, me universitetin që po bëhet diçka e mrekullueshme. Pra, jam krenar për investimin tek Universiteti i Durrësit. Për mua ato korpuset janë madhështore dhe janë shumë më të mira se sa që ka dhe Tirana. Dhe kam qejf, kam dëshirë që ky universitet, siç po ka atë paraqitjen e jashtme, pra fasadën, të ketë edhe përmbajtjen. Dhe unë kam shumë besim ke brezi juaj, që keni marrë shkollat e shtetit, që e metoni të dijet e juaja tek brezi i ri, sepse është një numër i madh me vërtet studentë, janë 18.000 studenta që ndjekin leksionet dhe degët e universitetit. Pra është një universitet madhështor për raport me numrin e popullsisë që ka Shqipëria. Është padyshim diçka më pak se sa Tirana, por diçka më pak. Por kur e shoh nga numri i regjistrimeve është numri 2 në Shqipëri. Kur shoh korpuset që po bën, me fjalë, dhe ngel pishman që nuk po ecën paralel edhe me hotelerinë që të trajtohen studentët. Me fjalë këtu mos i ikin me shtëpia me qira, po ka një shifra që të ta nxjerrë vetë bordi i universitetit, paguajnë aty të studiojnë, të ushqehen, të jetojnë me dinjitet, edhe të marrin dije ashtu siç duhet. Por ku e lam ke kjo? Pra kisha qejf këtë unazën përfundoj, sistemimin i herë mirë të furnizimit qytetarëve të Durrësit me ujë të pishëm, sepse ka 2 vjet që ka një marrëveshje, ajo është më e gjatë se marrëveshje, por ka 2 vjet që hyri mirë, po që ngesim me qeverinë franceze për investimin e ujësjellësit dhe ka arrit puna, pra është vendos ujësjellësi i ri, tubi i ri nga burimet e fushkuqjes dhe që mbërrin deri në për depot e Durrësit dhe pastaj shpërndarja nëpër lagje është si është. Pra është me tubacion të vjetër, të vitit 71, kur për urua të i thon 54 vjet përpara, që është amortizuar fare dhe që ka ngec. Pra është bërë edhe vendi ku do distributohet uji, janë ato katrorët, janë futur edhe aparaturat më ka 2 vjet dhe janë aty të konservuar dhe presin të lavrohet ajo që të hujet. Ka një burokraci të tmerrshme, bankat europiane, për t'i lëvruar lekët dhe ka ngel ashtu. Pra kisha qejf që dhe furnizimin me ujë ta kisha raportuar vetë gjatë kohës tim aktive në media dhe kam edhe një pishman tjetër, kanalin e ujrave të bardha që përshkon tepër te urën e Delanit dhe lidhet me Knetën dhe shkon depurator në hidrovorin e Porto Romanos, ta fusin mrena në Tombino dhe këto. Pastaj pjesa tjetër janë punë që do bën se s'bë. Po këto janë 3 verba që i mungojnë Durrësit, duke fut mrena kjo rruga që them kjo unaza, edhe sistemimin e faqes Kodrës që të mos rrosqasim më. Me fjalë të bëhet ajo zona, e fitoi qyteti i Durrësit, e fitoi turizmi, e fitojnë pronarët, e fitojnë gjithë bashkë. Atë zonë sepse ajo zonë rrëshket. Ajo don një investim, siç ka pas thënë atëherë nën kryetari i bashkisë Durrësit, pa dhe bojë një intervistë për këtë punë dhe pa dhe thonë, donë 10 milion euro të asaj kohë që
të bëhet dhe të mos rrshqasim për tysh me pilota thellë, të bëhet me fortesa, me gjithë pikërisht pra ne po them pra këto janë projekte që duan investime nga shteti sepse nuk i mulo dot buxheti i bashkisë, këto janë investime të mëdha. Bashkia merret me rrugët, mirëmbaj rrugët, mirëmbaj shkollat, çerdhet, të pastrojë, të bëjë me fjalë dhe deri këtu lu bashkia. Pastaj këto investime të mëdha, këto që përmendën unë, janë investime që dalin përtej buxhetit të bashkisë, të duan buxhetin e shtetit ndërhy dhe jemi qyteti parë në Shqipëri për sa i përket turizmit. Jo dytë të parët jemi ne, është Durrësi Leça thon, të tjerët jemi ne qyteti që pret më shumë turista, që është porta e parë që vinë me tragete, me avione, me çfarë vinë këtu i herë. Është qyteti që ka më shumë shtretër për të strehuar turistët për të bërë plazh, duke filluar nga Kepi Rrodonet deri ke derdhja e Projta Gajt, është gjithë ky sistemi më i gjatë në Shqipëri, është i Durrësit dhe këtu ka investime të mrekullueshme, me fjalë, por që duan mbështet edhe me ndërhyrjen e shtetit për ujin, siç thash, për korrendin, për gjithë këto, për rrugët, për mirëmbajtjen, për rendin, për qarkullimin rrugor, gjitha këto i ka pastaj shteti. Po këtu me fjalë jemi dhe që duhet patjetër Durrësi të bëjë këto gjëra, i ka domosdoshmëri. Pastaj bashkia vet të hyj trotuareve, se i ka përfaqe të zezë në disa zona, jo në gjitha zonat, sepse zona urbanistike që ka qenë gjithmonë qendra e Durrësit, është i qendër e konkurrueshme me si motrat e vetë jashtë, është e bëmë me fjalë, le tash çfarë thon se kritika s'kan kufi, është e bërë kjo. Volga, shëndetoria, hyrja e qytetit që po bëhet akoma më e mirë, lulishtat që ju kthyn qytetarëve të Durrësit, shëndetoria Volgës, shëndetoria plazhit e tjerë janë investime të mrekullueshme që e kanë bërë më atraktiv qytetin e Durrësit. Aty shiko, çka kanë vurë me syrin tim të gazetarit të periudhë. Visha unë zakonisht lëvizim kam, vetëm në mëngjes me makinë, unë jam këmsor, edhe makinë nuk e ngas, nuk e kam qef. Kam qef të lëviz në kam dhe kur shkoj në gjas kam çfarë bëj se duhet shpejtësia. Edhe lëvizja në darkë, errësirë. Kishte sa kishte njerëz tu. Sa hyshen shëtitore, shifshe një komplet, si film. Si film komplet. Një gjallëri tjetër, me mirë njerëz, shqiptarë, huaj turistaj, që qarkulloren, është gëzim i madh sepse ato sjellin të ardhura, sjellin zhvillim, sjellin. Është një komplet një situatë tjetër dhe kjo është fal atij investimi që është bërë aty. Pra duhet t'ia njohim, t'i japim Cezarit, çaj takon Cezarit. Apo duan tash po them, duan ndërhyj këto rrugët, për shembull rruga nga muzeumi deri me tan spitalit, duhet ripar. Sepse është rrugë ka qenë gjithmonë problematike. Është shumë rrugë e rrahur, nuk është më rrugë. Shumë e rrahur, ka shumë densë. Jashtëmase. Ajo ka nevojë. Për riparim, ka nevojë për të pa dhe sistemin e ndriçimit, ndoshta duhet menduar ndryshe. Pa fasada, dori konceptim. Në fjalë që të bëhet një lloj si rruga, për shembull, ka rrugë më të bukur se nga Veliera, gjithë rruga që shkon edhe që lidhet me stacionin, rrugë shumë e bukur. Hyn radhën aty me ndriçime, me të gjitha. Kjo që pra unë kam shoqëruar dhe gazetar të huaj, jo rradh, po shpesh të rajt e këtyre që mi kanë rekomanduar për të shoqëruar, për të çu, të vështatës, kam pas rastin të fundit dhe i kam pëlqyer shumë këto segmente që po përmerr, sidomos shëtitorën Bregdetit. Ato ishin me Selin Rom, me fjalë që të dy ata që erdhën për një shërbim për televizionin e vet dhe i shoqërova unë gati më shumë se një ditë dhe tha këtu që e bukur, shumë e bukur. Durrësi këtu na pëlqen, qyteti i mirë thënë, me numër të madh ishte viti 2023. Këtë turista aty, ato habitën, ishte tatorë, se tash 2 vjet ka qenë. Gëllon me turistë, shumë gjuhë. Habitën, edhe bravo, s'kishin qenë herë. Me vjarë erdhën për shërbim, për komplet gjë tjetër që s'kishin lidhje me Durrësin dhe këto i dhanë për Durrësin këto komplimentet, po ato kishin një italian që survejon për emisionin e vet me fjalë. Edhe po Durrësin e pëlqyn shumë në këto pjesët. Kurse këto pjesët të i fuson pastaj nga vetja ime që duhen duhen ndërhyj edhe ke këto që ja kam ngret 100 herë dhe ja kam thënë këtu në mënyrë shoqërore, rrjetat e këtyre internetit e këto, për shembull që duan sistemu. Ka filluar një punë, ke lagja 4, ke lagja që po i fusin në dhe, por duhet të çik më shpejt sepse
ato e prishin imazhin e qytetit në shumë vende. Kjo është për të rikonceptuar dhe duhet ndërhyrë më njerëzshme. E di çfarë më ndodhi zoti Korriku, se kam përmendur më parë, paktën publikisht. Po gjatë tërmetit të 26 nëntorit të 2019-s, Bon 6 vjetësh. Gjithë që dolëm, që bën së shpejti 6 vjet, njerëzit dolën në rrugë patjetër. Po ndodhi një problem tjetër kur dolëm në rrugë, që nuk mund të qëndronim dot vetë thjesht larg godinave, po kishim shtyllat të cilët mund të puteshin telat dhe elektrifikoheshin njerëzit. Po. Pra, ndërlidhen, jo vetëm estetika, por edhe siguria. Pra, ishte problem se u putën disa tela dhe filluan rrezikonin të jetën. Kam shpresë që do sistemohet. Do i qiko, do investim do ko, jo po ndërhyn. Ku ka mundësi, për shembull këtu ke pol ambulancë që themi neve, ke rruga, unë ndërhy dhe ke qef me pa atë rrugën që lidh katrën me bulevardin, ke qef me pa u sistemu, ajo ishte do në ndryshë e parë. Pastaj ka vazhdu, ka këto qendër tregtare që kemi neve, është ndërhyrë mrapa, janë heqën, sistemu, diku këtej nga fabrika bukës, me fjalë, këtu ke lagjon, ke spitali që i themi neve, po ndërhyet, po ka nevojë për punë shumë, se është ka ngarkesë shumë, sepse gjithë të vite, shto. Gjithë këto duhen risistemo, duhen ne. Por s'duhet ndalu. Po bëna çdo periudhë. Pa ndalu, ajo realizohet, nuk e nevojë me hymë aksion godit po qëndrum. Fillojnë nga qendra dhe shpërndau dhe ajo bëhet, ajo nuk ka merak shumë, do bëhet me fjalë, por që duhet bëhet. Kurse këto tjerë pastaj që thash, kisha qejf që të bëheshin sa më shpejt për qytetin e Durrësit, sepse qyteti i Durrësit andej po shkoteshi. Andej edhe nga Ish-Kneta. Ne po bëhet gjysh netëve, po zonë industriale shumë e zhvilluar, shumë e bukur. Kush nuk ka shkuar, unë ftoj të shkoj ta shohë. Po bën investime shumë të mira dhe rrjeti rrugëve shumë i mirë. Janë bërë rrugë, janë bërë investime, magazina, gjëra, pra unë mendoj që këto do shtojnë edhe nevojën për fuqi punëtore. Dhe unë mendoj që nëse pronarët e këtyre që nuk e di si kanë konceptuar se çaj biznesi do bëjnë, po nëse do japin rrogat të kënaqshme, është një mundësi më shumë për të mos ikur nia jashtë për të punësuar. Se janë investime këtu në qytet, nëse pagat janë të kënaqshme, nuk kam se hiqin. Nëse për shembull bëhet ekuivalentimi i rrogave me atë që merr jashtë, me shpenzimet që bëhen jashtë, me shpenzimet që bëhen këtu, dhe këtu del më mirë bilanci. Rritu, se dhe isha ne, që të bësh? Matematikë e thjesht. Bëni shik pragmatista. Matematikë. Se si kënë t'ja ne, sepse ke qenë vene shumë burë, du punon. S'ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Këta kam bëdhe unë, 2 punë, 3 punë. Mërna për mërna lojt me fjarë, pa ndërhyke punët e njëri tjetërit. Pa bërë dzingë me fjarë e kam pasë. Pa punë tjetër që unë mund të bëja jashtë orajt, kur kisha dhe fuqi fizike me fjarë. Kështu, vetëm kështu, s'ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Zoti Korriku, situata me gazetarin sot, si e sheh? Jo vetëm Shqipëri, në të gjithë botën, ka një handicap tash që duhet degradim, ato koka apo handicap. Ato si dush thuje mrena jemi. Duke ndjek medet që nga Amerika, se ne nga Amerika fillo lançimi i ideve, i shkencës, i gjërave të reja. Aty fillon dhe vjen pastaj në Europën perëndimore dhe shpërndahet edhe në këto vendet tona me fjalë. Që unë ta thash edhe shpar që nga 2013 dhe 2014 fillon në trondit shtypi në të gjithë botën, media. Jo shtypi, po media. Edhe vizitë të shkruar. Bravo bashkë. Të dyja fillon në trondit dhe duke kalu vitet, fillon duke marrë vesh që gjigant të medjave falimenton, i myllën. Fillon nga Amerika, e vazhdon për Europë, etj. Dhe kjo ndodhi për faktin se ra numri i shikuesve, ra numri i shitjeve. Atje për shembull në Perëndim që ka një traditë vjetër të medjave, pra media është e vjetër atje, nuk ka kështu, domethënë, financime nëndore etj që mund ta marrë gjallë median atje punon. Dolen në treg, të heci, e manë median, të heci atje, myllet median, nuk ka injektime me fjalë, me para që ti të bjetosh. Atje s'ka, me fjalë, atje, ato falimentohen sepse dolen rrjetet sociale. Dhe sot rrjetet sociale
kam bërë çdo njeri që ka një telefon, i kufje, e ma veten raportar, edhe filmon, bën dhe hedh. Qa ja thot menja tit? Qa i thot menja tit? Pa censur. Kjo është gjë e mirë në aspektin demokratik, sepse njeriu e thot fjalën, e drejta shprehjes, por thot Umberto Eco, para se të ndronte jetë, tha kështu, tha, rrjetet sociale, tha, kam bërë dhe një dëm të madh, tha. Sepse budallaj fshatit, që kur fliste në klub dje, i thoshin ca të mençëm myller e gojën, se po flet mbroçkulla, sot nuk ka nevojë më ta flasë ke fshati vet, po e hedh në rrjetet sociale, budallikun e vet, dhe me mirë lexojnë. Ka dhe ato që infektohen dhe janë jo pak. Dhe ne tjerët që e kemi të shehit informacionin, që pa e siguruar vërtetësinë e tij në 2 burime e më shumë, neve jemi të zbuluar para këtyre me fjalë, sepse unë pa e marrë vesh mirë nga burimi zyrtar, ose që është okular, ose që ka me fjalë pra ato që quhen filtra, nuk e jap. Ato i fusin gjitha, me fjalë dhe çan not. Populli ka herë ka qef që të gënjehet. Edhe e merr atë sallam siç e merr atë informacionin, dhe kur ti hedh të vërtetën, sulmon ty, nuk beson ty, beson atë. Dhe sfumohet nga të gjitha këto fake news. Pikërisht, pra këto rrjetet sociale, media serioze, i kanë bërë të ulen dhe të mendojnë, të gjykojnë, si do vazhdojmë më mbrapa. Si përshtatën. Si do vazhdojmë më mbrapa, si do ta bëjmë këtë betejë neve, si do rregullohet. Do rregullohet me ligje, a nuk e di si do ta gjejnë ata, me fjalë sepse realisht për shembull Shqipëri ka inflacion informacione të pa kontrolluar. Media, pra kështu portale po i quajnë thojza, të pa regjistruar në institucionet shtetërore. Sepse ç'a është një portal? Një portal është një gazetë, një medium. Është një gazetë që deri dje shkruhej, kurse sot e shkruan online, nuk e shkruan më në letër, e shkruan këtu. Ky është ndryshimi, kurse për mbajtjen ngelet po ajo. Atëherë në këto kushte, shteti ka instrumenta, shteti pa u regjistruar në Ministrinë e Drejtësisë, unë ta myll, ora zotni, kush je ti? Kush je ti që i helmon popullsinë me këto informacione? Ku je ti regjistruar këtu që të shohim se kush është pronari, ç'a vije ka, ç'a ndjek ai etj. Pa këtu për shembull ti lexon inflacion, ti lexon shkrime raciste, ti lexon shkrime kundra personave me fjalë që nuk janë të tillë, po ti ke natë personale. Radikalizmi fetar, radikalizmi terrorizmi, pastaj diskriminimi, bullizmi, standardi i një realiteti të paqënë, pra personazhe që postojnë nga vende më luksoze të botës, duke e bërë një të varfër, një shpirt rinor që aspiron për jetën të ndjetë inferior, duke ditur që ky qen ka realiteti i vërtet, në kohë që nuk është i vërtet. Ndërkohë, kemi AI-n, i cili vendos edhe zë dhe imazh tek presidenti i Amerikës apo shtetarët, duke thënë gjërat pa vërteta, dhe shumë e vështirë për ta kuptuar, a e tha Donald Trump apo nuk e tha Macron apo nuk e tha Elon Musk apo nuk e tha sepse është me AI dhe vështirësohet gjë. Që ti thej gjë, transformim nga e vërteta. Thej gjë që është plotësisht e vërtetë, sepse nga kjo periudhë që ne na është desh i kjo e gjatë, shefat tanë atje, një kohë të madhe ne na e zilën me vërtetu informaciona që fuqin ta. Dhe 90% e këtyne dilshin fake, nuk dilshin vërteta. Harxho 2-3 orë neve nga puna e ditës me vërtetu këtë që kanë thënë këta. Kaloj një vit, 2-3 dhe thritëm njëri tjetër dhe që përbohet që i thënë. Se po na zë kohën e punës me vërtetu këtë që thonë këto. Dhe erdhi moment që pastaj shumë prej këtyre u bën dalje nga shefat, por jo nga lexuesi, jo nga konsumatorë. Lexuesi vazhdon. Jo, vazhdon të ndjekë dhe kjo është fatkeqësi. Është fatkeqësi kjo, sepse keq informohet. Dhe keq informimi është gjë më e keqe, ose thënia gjysmë të vërtetave, është gjë më e keqe që mund ndodhi. O thujet vërtetën, o mos thuj hiç, më mirë hesht, se sa thuj gjysmë të vërteta ose të pavërteta. Kjo helmon opinionin dhe i bën shumë dëm shoqërisë ku ne jetojmë. Dhe këto njerëzit e mediave, njerëzit që hartojnë ligjet duke filluar, se neve jemi veni vogël dhe më shumë shohim ç'a bën ata
që ta injektojmë edhe neve. Edhe ato anekdotë fillojnë, kanë fillu, për shembull çfarë lexova në Francë, kalamajt 9-16 vjeç nuk lejohet më të përdoren telefona etj në shkollë, në Australi ishin ndaluar rrjetet sociale që të ndiqshin, kur shkoshin mësim ja merrshin celularët me i vendosur në vendin e tyre dhe gjatë kohës që ishte mësim impostohet dhe merr informacione se sa të rishtu pa atëti. Pra, ka nevojë për ndërhyrje. Po kjo vlen edhe për këto portalet në thojza që kanë hyrë dhe ka inflacion të tillë të paregjistruar, ato të duhet regjistrohen në Ministrinë e Drejtësisë. Republika Popullore e Kinës së fundmi ka marrë një vendim që realisht shërben për çdo influencer, pra këta që janë personazhe të rrjeteve sociale, gjobiten me deri në 13.000 euro nëse flasin pa qenë të certifikuar, pra pa qenë me të diplomuar në fushën përkatëse, për ligjin, për mjekësinë, për sportin, për gjëra që janë bazike, për drejtësinë, të cilat nuk kanë kompetencë dhe nuk janë certifikuar, po që shprehin mendimet e tyre. Sepse derivojnë, pra dalin nga e vërteta dhe kanë ndikim edhe mjekësor tek njerëzit. Patjetër. Pra mund të theni që ndiqni këtë dietë sepse do ju kuroj zemrën apo diabetin. Ndërkohë që sa të rrezikshme. Dhe bravo Kina që tashmë ka nisur me këtë. Kjo do ndihmojë një fuqi e madhe dhe që besoj se do ketë efektin e vet. Do ketë efektin e vet. Dhe inshallah të tjerët ja marrin këtë e kopjojnë si ligj. Dhe shpritur shumë pozitivisht. Sepse po ndodhin ngjarje të rënda që kanë burimin ke rrjetet sociale. Sigurisht. Siç ka ndodhur në Shqipëri, me fjalë ofendime, fyrje në rrjetet sociale që kanë shkuar në vrasje. Për plasën e për një like, për një koment. Dhe kur mbyllet rrjeti, pra fillojnë njerëzit po bëni krime etj, pse e mbylli, nuk është kjo rruga që e shpëton etj. Pra, e se merret vesh si e do ujtën, e do të ngrohet apo do të thotë, nuk merret vesh kur e jep ngrohet, e ngrofe, e do që kur e jep stot, e ftove. Dhe kështu, pra, i thon deri ju e keni fajin, pse nuk e mbylli? Ja po e mbyllin për to moshë etj. Ka efekte. Dhe çfarë transformimi, zoti Korriku, nga piknisja e karrierës suaj, duke verifikuar të vërtetën, duke besuar tek e vërteta dhe duke përçuar e përcjell atë tek gjithë komuniteti, lexuesit, ndjekësit, ja ku jemi sot që e vërteta që ka gjëra më e vështirë për të dalluar në atë mori të gjithë tymnaje që ofrojnë rrjetet sociale. Por, a e bën kjo brezin e ri të tërhiqet nga profesioni i gazetarisë? Apo përkundërzi? Cili është mesazhi juaj për të shifrat që japin universitetet, qofse deri nga fillimi i viteve 2000 deri në 2010, 2015, po themi, diçka më mrapa, nëpër fakultete ku ka gazetarie, kishte grupe që regjistroheshin, sot numri është në pikatore, nuk e afrohet më njëri këtij profesioni. Për shumë arsye, me fjalë. Po më kryesorët janë këto që përmendën, pra privacionet që të sjell nga jeta, pse kërkohet ti jesh gjithkohë në kontakt, punosh etj, flas për media serioze që punojnë, prodhojnë emisione etj, dhe që numri atyre atje është i vogël dhe kjo e vën pikpyetje ekzistencën me njerëz profesionistë, se do të detyrohen pronarët e medjave të rekrutojnë nga deg të tjera që do jenë më të mangët, sepse shkolla, kurs duhet injoruar, shkolla të jep ato, pavarësisht se ka shumë të tjerë që kanë hyrë nga profesione të tjera në media, por është dash kohë për ta thith atë që duan ata, kurse ti këtë e ke të gatshëm, këtë e merr të gatshëm dhe vendos, nëse ne për shembull na desh me lexu literaturë, gazetari, nga këto që mësohen nëpër shkolla etj, ty ta ka mësuar shkolla ndërkohë, por që nuk parashkojnë. Shkojnë deg tjera, për shembull këto IT-t, inxhinieria e linjës, ekonomi, infermieri, me fjalë këto janë deg që menaxhim biznesi, etj, shkojnë sepse mendojnë që gjetja e tregut si marrën edhe jashtë është më e lehtë se sa kurse këto degë të tjera pastaj
janë bërë me pikatore, pra po bën pragmatizëm dhe dy deg e kanë hëngur goditin që duhet të ishin funksionarë të mirë gazetaria, sepse nuk mund të jetojë popull pa media. Është e kohë. Leja mylli media zyrtare ja dhe shife si do shkoj kjo punë. Për do të kërkojmë vetë pastaj njerëzit, sepse do ngopen me fejkët dhe me këto që hynë pa dogan në rrjetet sociale dhe do kërkojnë. Dhe mësuesët, mësuesia, që është fatkeqësi, pra këtu te mësuesia sidomos, se shteti ka dorë, duhet bëj politika stimuluese që ti siç bëjnë këta për shembull që shkojnë këto kompanitë e interneteve, të telefonisë, ku e diun, shkojnë energjetika etj, shkojnë për shkolla dhe bëjnë kontrata me studentët, që kur ata janë në shkollë me studentët e ekselencës, që ato kur dalin nga shkolla do punsohen, praktikën e kanë të garantuar etj, këtë duhet bëhet me këto që mësuesit pra të stimulojnë si profesion, të rrisi pagat, sepse do ketë nesër uri për mësues, sidomos për mësues fillorë, mësojnë nxënësit, për mësues matematike, fizike, për këto lëndët që kanë matematikë mrena, që janë duhet ta shtrojë dhe çik trunin, që të shkosh me kjo, për këto duhet bërë, pra duhet bërë stimulim, punë garantuar, pagat mira, që këto të rikthehen sepse do vendosemi në një pozicion të vështirë, pastaj merr disa viteve, sepse çka kanë ndodhur për shembull në shumë shkolla private apo shtet kanë filluar të kthehen mbrapa pensionista. Për këto degat e veçanta që përmendet juve, kanë filluar të kthehen mbrapa ska profesionista. Dhe ato po I kthejnë këto të moshuarit. Për shembull, kanë qenë Durrës emra shumë të ndritur, me I kthy prapë në detyrë me dhënë mësim. Me fjalë, po duan të ri se ky nesër do plakat ai se s'ka fuqi më. Dhe aty kështu duan element të ri, da përvojë këtyre nga shkolla e re moderne, të mësojnë edhe të japin dijen nxënësve të gjithë ciklit mësimor, por sidomos të gjitha fillim të fillorës, edhe të këtyre lëndëve që janë shkencë me fjalë. Zoti Korriku, komente shumë të vyera, këshilla shumë të vyera. Vim në një moment të kësaj bisede tek thënia e javës. Dhe këtu janë disa thënie nga popujt ndryshëm, nga njerëz me ndikim të madh global, të si kanë bërë disa thënie dhe nëse mund të zgjidhni njërin për tyre, ju lutem. Të rëndom edhe Çeka një e John Greenit, që thotë gjërat më të mira ndodhin kur nuk I planifikon. Si mendon? Po ka dhe të tilla gjëra për shembull që ndodhin rastësisht dhe që kënaqesh. Për shembull, një mbrëmje që ti e planifikon me ul me 2-3 shokë, e planifikuar disa kohë përpara, që të merr kohë për organizimin e ceremonisë etj. Kur mbaron, thuaj që nuk më ngjallin ajo shoqë, shkoj si diçka rutinë që dije se çfarë do thuhet, se çfarë do serviret. Dhe kur takohesh rastësisht me 2 shokë, që ti ke 20 vjet po e taku, dhe I thua hajde shkojmë konsumojmë drekë bregu detit, krijoni kënaqësi që ty s'shkon mend, sepse kujton gjëra që I ketë pa planifikuar. Unë mora një shembull të gjërave pa planifikuar, ose kur ke planifikuar me lexoj libër që ti e ke nda vesh me lexu dhe të bën dorë gjë e re që ti as nuk e ke idenë që ekziston dhe befasohesh dhe të rrëmben kjo lexo këtë dhe le këtë. Po fjalë thu, pse kishe planifikuar këtë, më pëlqeu shumë. Ose kur ke një çfaqje që ti se em në restoran që aty, mi po dalin ca aktor ose ca instrumentist ta hapin horizontin. Aq të mirë që ti ka vitesh që ekzistojnë, edhe që kanë repertor të tillë me fjalë. Edhe ose ti nuk e dishe që ekziston një balet I tillë ose një opera e tillë, kemi pas raste që na kanë ftuar këtu. Edhe jemi habit me nivelin e lartë interpretimeve të tyre. Sepse e bukur e jetës janë surprizat që na afron dita ditës, dhe surpriza është diçka e pa planifikuar dhe e pa menduar. Zoti Korriku, në emër të gjithë qytetarëve Durrësak, Durrës Lajm, flasim hapur, mi njohje ndaj jush për 3 dekada, për kushtim ndaj së vërtetës, ndaj medias, ndaj qytetit, mi njohje për gjithçka që ju keni bërë. Keni këtë emër sot, ju respektoni gjithë qyteti, edhe më tej Tirana dhe Shqipëria, për çfarë keni bërë, sepse keni bërë me zemër, keni bërë me profesionalizëm dhe gjithmonë duke ndjekur dhe duke mbajtur fort
as vërtetës. Da ishte shumë kënaqësi, kishim ftuar në Flasim Hapur në Durrës Lajm. Unë ju falenderoj juve, ty personalisht, median që përfaqëson, për mundësinë që më dha për të thënë disa gjëra që ne i diskutojmë rëndom, por që i pjesë nuk janë hedhur në zyrtarisht në media që mund të ndigjoj ose mund të shikoj një masë më e madhe njerëzish. Respekt edhe një herë për median tuaj, për juve, dhe ju uroj që të vazhdoni kështu, sepse është një media që ka mbushur një boshllëk të madh në qytetin e Durrësit, për sa i përket atyre që unë thash në fillim, për informimin është serioze, nuk fut lajme që bëjnë inflacion, pra që janë të pa vërtetuara. Unë e kam hasë dhe nuk i kanë ra gjërat në tokë asnjëherë, domethënë gjëra që nuk ekzistojnë. Dhe kjo është për t'u falenderuar sepse i gjen pak të tilla. Dhe kjo është edhe që e furnizon qarkun e Durrësit, po dhe më përtej, sepse shoh edhe nga redaksit që shpesh herë referohen dhe na thonë neve ndiqet këtë problem që ka ndjek ky portal. Ju falenderojmë shumë dhe ju presim në një intervistë tjetër për gjëra edhe më të bukura. Do ishte kënaqësi. Faleminderit që na ndoqët, miru takofshim në episodin e radhës.